Një operacion I gjerë antidrog I Spakut ka goditur në Nikël dhe në Fush Kruj grupin kriminal Raja. Gjatë operacionit janë lëshuar 14 urdhër arreste, ndërsa janë arrestuar 7 persona përfshirë Recep Rajën, djalin e ish deputetit të Partisë Socialiste Rahman Rajën. Të arrestuarit e tjerë përveç Recep Rajës janë Marvin Bushati, Agim Nina, Sokol Qaja, Zamir Aliaj, Gazmir dhe Përparim Raja. Në Burgu është komunikuar masa 3 personave, ndërsa në kërkim janë 4 persona. Të arrestuarit akuzohen për trafik të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe në formën e grupit të strukturuar kriminal. Rajat kanë qenë në fokus të institucioneve prej vitesh për dyshime lidhur me aktivitete të ndryshme kriminale, kryesisht për trafik droge. Ndërkaq Recep Raja njihet si person me precedent të mëparshëm penal. Ai u filmua teksa godiste me shko bejsbolli 2 kushërinjt, Bilbil dhe Jashar Majën, ngjarje ndodhur në vitin 2023, ku përfshin edhe antar të fisit Raja, përfshir 2 vëllezërit e ish deputetit socialist. Recep Raja është akuzuar më herët edhe për dhunë ndaj ish të dashurës së tij.